Ne kemi pas edhe rast tjetër të kryshefa. Për shembull, unë një mirë i Berlepencin që ka mbledhës mbi 5 vite. Dhe është aty një zyrtar i vetvendosjes që ligjërisht s'ka pas drejt më zgjedh. Mujka. Ne kemi po edhe zoti Mujka më shumë ka nejt prokurori se sa ka nejt një Berlepenc. Për shembull, kur e bastis policia e Republikës Kosovës, ja gjon 60.000 euro në shtëpi pa deklaruar. Sa është hiç relevante ka janë ato mjete. Po është relevante se ti ke konsumu vepër penale se si ke deklaru. Sepse ki obligim si zyrtar publik i shtetit mi deklaru çdo të hyrë, pavarësisht e të ku janë ato mjetet që ti ki në shtëpi. I kemi me 10 raste që këta njerëzi për mu. Korupcioni ushtrinë për masa alarmante. Unë po tregoj. Unë kom qenë institucione. Nuk ndrojtën fare nga ligji këtu. Unë këta njerëzi nuk e di ku i kanë, që thot populli, ku ja kanë qitë Terezin. Por këta tash e kanë pushtetin me çdo kusht, edhe s'kan lënë guri pa lëviz, mendojnë pushtet se jam i bindun që shumë shpejt gjithë këta kanë mu ballafaçu me organe drejtësisë, se nuk mundesh me kesh përdor njerëzën e popullit, nuk mundesh me kesh përdor buxhetin e Republikës Kosovës, apo të ndërmarrje publike, siç është Keku, apo i Berlepenci, edhe me najte shlirë në Republikë. Duhet mu ballafaçu dhe mu përgjigj për këtë që bën. Për shembull, ti e ke pas prizor Faruk Mujka për me pru zyrtar të vetvendosjes në punë. E bën një pako pa ligjore, thot duhet me lëshu punën ju edhe me i marrë 24 paga. Punën për 24 paga ki mujt me ku një kosh afër pensionit ose një pozitë që nuk i duhet më ndërmarrjes. Dhe mrena edhe ju ep 24 paga, edhe për ato 24 muj, merr zyrtar tjerë që do të thotë për pozitat njëjta e paguën 2 herë. Edhe për këtë dikush duhet... Nuk po friksohen nga ligji. Absolut nuk kanë pas frikë nga ligji, nuk kanë frikë nga ligji, tash kanë fillu më frigu nga ligji, për atë arsye po mundohen me çdo kusht me majtë pushtetin.